dim që kur ke një jetë publike, ndonjëherë ngarkohesh shumë emocionalisht dhe mund edhe të pësosh ndonjë moment goxha të vështirë, nga I cili ke nevojë të marrësh veten, ke praktikuar ndonjëherë në ato faza ku mund të kesh lajm kryesor të shkosh, jo, nuk e kam izolohesh. Jo, asnjëherë nuk kam mësuar ndonjë kam mësuar keqardhje për mënyrën se si është lakuar emri im, pa baza, pa fakte, vetëm për ta linçuar publikisht, vetëm për ta dëmtuar edhe denigruar. Për këtë më ka ardhur keq sepse kam thënë pse, nuk është se I kam shërbyer apo se njeriu kur flet, qoftë gazetar, qoftë në të shkruar, qoftë në çfarë do lloj, edhe në rrjetet sociale, ti publikut duhet ti serviresh të vërtetën. Fakte. Duhet I serviresh fakte dhe jo andralla, pralla, shpifje, stisje e tash. Gjë më e çuditshme që ke dëgjuar për veten në gjithë këto vite. Edhe nuk dua as t'i jap vëmendje kësaj sepse më duket shumë e rëndom dhe ullët nga ana atyre që e bën, po mbaj mend që diku para 2 vitesh lidhen figurën time me një ngjarje që s'kisha as të bëja, domethënë se ne kontakte me njerëz të njohur e të panjohur, të politikës dhe jo politikës, të showbizit dhe jo showbizit, kemi të gjithë. Kemi të gjithë. Dhe domethënë nuk u shqetësova, nuk u mërzita. Thjesht kisha një keqardhje sepse në të gjithë këto vite unë çmoj sakrificën time për të qenë kudo në punët që bëj. Domethënë unë çmoj shumë sakrificën time. Në të qenërit jam një njeri që praktikisht I kam më shumë se 8 vite që jam midis Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe shkoj dhe vi vetëm, nuk kam shofer, nuk kam ndonjë shoqë apo shok që jep makinës të përcjell gjatë gjithë rrugës, jam vetëm, shkoj dhe vi vetëm. Domethënë është një sakrificë jashtëzakonshme, se po ti kisha punën aq mirë, rrit drejt zinxhirin, dal nëpër kafe. Jo se si bëj këtë gjë, bëj çdo gjë të mundshme, në kuptimin që dal me miq në mbrëmje, dal në kafe, nuk është se si bëj. Po patjetër, kjo është jeta në fundit. Unë çmoj dhe vlerësoj shumë sakrificën time për të qenë Ariola si kryefamiljare në shtëpi, për t'ja dalë vetë mban me dinjitet jetës që më është servir. Dhe më vjen keq që janë ca lajme pa lidhje. Domethënë nuk jam shqetësuar asnjëherë, por në do të dish në kam pasur një periudhë të vështirë apo breakdown, ka qenë mbas Big Brotherit. Kisha një çbalancim biologjik të shëndetit që mezi e kam marrë veten. Aty po, mezi e kam marrë veten. Çfarë ndodhi nëse mund të pyes? Me thënë vërtetën, ngarkesa e madhe psikoemocionale që kam pas brenda Big Brotherit, e cila për një kohë të gjatë u përdor si viktimizim, në fakt ishte vetëm Ariola ajo që I kishte atë ndjeshmëri, apo asgjë nuk ishte e stisur. Për sa I përket figurës time brenda në Big Brother, po kam ulur ato armë, se unë jam një person pak më me humor, aty domethënë sikur më iku ajo, nuk më dilte. Po këtë ma kanë vlerësuar shoqëria ime dhe njerëzit që më njohin, se njerëzit që s'më njohin, domethënë duhet ishe pak më e çlirët, po kam qenë e ngarkuar. Kam qenë shumë e ngarkuar. Fakti që kisha fëmijët jashtë, fakti që nuk e dija çfarë po bënin, si po ju shkonte gjëja, se ishte diçka shumë e re për mua, se unë deri atëherë nuk I kisha lënë aq shumë kohë vetëm, në kuptimin o kanë qenë me tjatin e vet, o kanë qenë me nënën time, po me motrën time nuk kanë qenë kurrë në kuptimin nga gjatë. Edhe e vuajta, realisht e vuajta këtë dhe ngarkesa emocionale e brendshme, qoftë mendja jashtë Big Brotherit, qoftë mendja brenda Big Brotherit, apo pagjumësia, apo ndryshimi metabolik që kishim aty brenda për rreth 4 muaj, bëri të ndodhte një reagim kimik brenda meje që nuk e mora vesh. Trupi ishte shumë I lodhur, mendja nuk më flinte. Mendja s'flinte kurrë, praktikisht ishte zgjuar dhe isha aq e lodhur, aq e dërmuar. Prandaj kisha edhe një tërheqje sepse nuk mendimet me atë që thoja nuk më bënin lidhje. Kuptohet se rrugës kam lënë ca gafa në kuptimin sepse si isha unë, nuk isha vetvetja. A mendojnë që publiku realisht e kuptoi pse ti ishe brenda atij formati? Arsyen se pse ti ishe brenda?
arsyeja ka qenë një dhe e vetme për të dalë fituese. Për mua. Patjetër se kjo është objektivi i çdo njeriu që futet aty, nuk Jo, ka njerëz që futen duan të duan të bëjnë famshëm, e kuptoj. Për eksperiencë që të rikthehen vëmendje. Unë nuk kisha nevojë për Big Brother, me thënë të vërtetën. Për Big Brotherin kisha nevojë vetëm për t'i arritur qëllimit të cilin si prind i kisha vendosur vetes time. Edhe se nuk jam ndonjë njeri që jam e etur të kem ndjeksa shumë, fam shumë, ajo që vjen me punën që bëj, nuk është se duket edhe qartë, nuk bëj çdo gjë për hir të famës, nuk kam bërë kurrë skandale, nuk dua të jem me patjetër në qendër të vëmendjes. Nuk e kam prioritet. Nuk e kam prioritet. Edhe Ato konflikte që ke patur brenda shtëpisë, a janë përcjellë edhe jashtë shtëpisë me personazhet apo ishin thjesht brenda skenarit? Jo, unë kam qenë shumë reale dhe fakti që kam qenë shumë reale, shumë e sinqertë dhe vetvetja deri diku po themi, një 85% kam qenë vetvetja, pastaj kam pas edhe unë një impostim se kam menduar për prindrit, kam menduar për fëmijët, kam menduar për karrierën time, kam menduar për të gjitha gjërat, se nuk mund t'i leja të më shkonin çdo gjë që kisha ndërtuar. Me kaq mund t'i hidhja poshtë se jam futur në një format ku duhet kap dikë për fyty. Ose du t'ja nxjerr syt me patjetër. Domethënë, i kam vendosur vetes korniza, kam qenë vetëdijshme për ambientin, jam ruajtur. Por kam qenë vetvetja, edhe tani duket pak si po themi jo. Sorry. Është Pra, ideja është që se ti the që kam qenë vetë s'ka gjë. Unë mendoj të përgjigjesh Ariola. Është mami, nuk po i përgjigjem. Mund të përgjigjesh edhe ti thua të duash. Ka muhabet shumë të gjatë mami, dhe ju kam thënë kur ju ash pus mos më trisni, se jam e zënë. S'ka gjë. Këto e bën edhe mami vazhdimisht. Më merr një herë, nuk e hap merr prap. O ma po kam një punë. Prandaj s'po të përgjigjem. Pra, të gjithë edhe personazhet e tjerë që kemi pyetur. Fakti që unë isha po themi 85% Ariola, si brenda dhe jashtë, nuk ju afala kur faktin që ma atakuan, deshën të më ulnin, deshën të bënin gjëra që bëhen për hir të një formati. Domethënë, me gjithë ata që unë nuk flisja brenda, nuk flas as jashtë. Okej. Pra, për herë të parë ndoshta nga ata që ne kemi pas mundësi të kemi këtu, po them kemi një përgjigje që nuk ka qenë thjesht lojë. Jo, më ka qenë jetë e jetuar, nuk është lojë se aty, domethënë, heqim emisionet e tjera që janë ngarkuar në bazë skenarit. Në bazë skenarit është prezantuesja, janë montimet e po themi Ariolës, janë montimet e dikujt tjetër që do dalin sonte në prime. Ajo është regjia. Brenda nuk ka pasur regji për asnjërin. Do të thënë ne, po se përdori gjithmonë kjo, jemi në lojë, në kuadër të lojës. Po, tani një lojtar i caktuar ka thënë, po këtë e kam kuadër të lojës me dal nga situata dhe ja kanë lënë lojës, është tjetër gjë. Po, nuk më duket edhe aq lojë të 30 njerëz brenda një ambienti të izoluar, se në pandemi ne filluam të haheshim me të kacafyteshim edhe me prindrit edhe me njerëzit tanë. Domethënë, kur ti je i mbyllur, është eksperiment social. Sa ti do ta përballosh këtë ngarkesë? Orwell nuk e shkruaj kot librin për treguar se si ne reagojmë dhe si reagojmë ne në një ambient të mbyllur. Po ne edhe në përditshmërinë tonë nuk kemi të njëjtën mendje me secilin që shoqërohemi, me secilin që rrim, me secilin familjar, shoqëri, shok, shoqe. Kemi mendime të kundërta, prandaj edhe ndoshta duke pasur mendime të kundërta edhe rri me njëri tjetrin, po nganjëherë kur përplaset bëhen shumë të mëdha dhe dikush do që të vendosi diktatoriatin e vet, po themi që të jetë prepotent, edhe ti duhet ta ndjekësh me do e mos. Jo, unë s'kam pasur. Kam pasur miqësi të cilat kanë nisur në Big Brother dhe janë edhe jashtë Big Brotherit, po aq të forta, po aq të sinqerta, me gjithë ata që kam pasur brenda, sepse natyra e vërtet dhe e sinqert është të thuash
kur thua po unë se unë kështu, se është e vështirë të thuash unë kështu jam. Po në të vërtetë me ata njerëz që jam shoqëruar brenda, shoqërohem edhe jashtë. Kam miqësi shumë të mira me ta.